Jemi sërish në studio, do të flasim për ditën e verës. Kemi në studio zotin mentor Kikia, gazetar, kolegojnë, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Sot dita e verës, në fakt, më shumë se sa një ditë verës, sot në qanë si një ditë dimri. Që në orë të parët mëngjesit, në fakt, për fatkeqja ishte një kohë e parashikur, pasi parashikimi i motit paralajmëronte një ditë mereshje, por për fatkeq ishte edhe një ditë shumë e ftohtë. Dhe me sa kuptoj unë është ndoshta një ditë pak më ftohtë dhe më moti i keq se sa që ishte dita e vitit të ri. Pasi kjo ja prish i çika dhe jo çik, po pak si shumë ja prish shihen kësaj dite, sepse festa e verës nuk konceptohet thjesht një darkë brenda mureve të shtëpisë, ashtu siç preferojmë në të jetë apo siç është dita apo nata e vitit të ri, ku njerëzit i gëzohen asaj tërrezës së mbushur. Preferojnë që jashtë jetë një mot i ftohtë me shi, mundësisht edhe borë, dhe të gjitha reklamat e imitojnë borën dhe e shijojnë brenda mureve të shtëpisë. Ndërkohë që dita e verës është duke qenë se është një festë që simbolizon marrëdhënien e njeriut me natyrën, shijohet duke frekuentuar natyrën, duke dalë në lëndinë për pikniqe, për jashtë qyteteve kryesisht. Sot absolutisht që kjo do t'jetë e pamundur të paktën, gjë në këtë moment kur po flasim, moti nuk është as pak premtues, por shpresoj që të paktën në orët në vazhdim të mund të përmirësohet për të lejuar zhvillimin e atyre aktiviteteve që janë organizuar, të paktën planifikuar në rrugë zyrtare nga bashkitë të paktën të Elbasanit, që është qyteti i lindjes së festës, edhe Tiranës, e cila prej disa vitësh është bërë tashmë edhe si kryeqyteti i kësaj feste. Mirë, pikërisht për të folur për agendën dhe për aktivitetet, do të ndjekim tani një material dhe vjojmë më tej bisedën në studio. Për të fjalë për agendën e ditës të festës, sigurisht që ditë feste, por duket më shumë e thamë dhe që në fillim të këtij emisioni ditë dimri se sa një ditë vere kjo e sotme. Dita e verës njihet si festa e gjithë shqiptarëve, por Elbasani dhe Ballokumja janë simbolika e saj. Kjo festë që rrjedh nga lashtësia dhe është ruajtur me shumë fanatizëm deri në ditët tona, e ka origjinën në kohën kur njerëzit i falishin perëndive. Tempulli ka qenë në zonën e Çermenikës në afërsitë të Librashtit të sotëm, ndërsa sot është fiksuar 14 marsi, dita e festës së lashtë, që është në Cartë, dhe hyrjen e pranverës së qeljes së luleve. Kjo ditë festohet jo vetëm në Elbasan, por edhe në Dibër, Stru e Presk. Prej vitesh 14 marsi është shndruar edhe zyrtarisht në një festë zyrtare. Ajo në një mënyrë apo në një tjetër ka filluar të premtohet kudo, por në të vërtetë, kur themi dita e verës, mendja na shkon tek Elbasani, sepse gjatë shekujve dita e verës erdhi duke u zbehur, aq sa diku ajo u harrua krejtësisht e nuk premtohej më, ndërsa në Elbasan ajo nuk u zbe kurrë. Panairi i ditës së verës, pikniket në natyrë, karnavalet apo dhe vizitat tek familjet mes njëri tjetrit janë elementë që e bëjnë të veçantë atmosferën e kësaj feste në këtë qytet. Çdo 14 mars, Elbasani mbetet edhe kryeqendra më e preferuar për shumë qytetarë shqiptar, të cilët bashkë me familjet e tyre të ardhur nga rrethet të ndryshme të vendit i bashkohen natyrës së bukur elbasanase. Ditë vera apo dimri do t'jetë 14 marsi këtij viti, ndërsa pushtetet lokale, kryesisht Tirana dhe Elbasani, kanë hartuar agendën e aktiviteteve dhe përmbyllur dekorin, çudia e këtij 14 marsi do t'jetë moti i keq. Si raller, dita që shënon ardhjen e pranverës edhe pse mban emrin e stinës së nxehtë, do t'jetë tipike dimrore. Nga mëngjesi në mbrëmje shtrëngatat e shiut të shoqëruara me vetëtima do t'jenë prezent në të gjithë territorin e vendit. Temperaturat parashikohet të zbresin me disa gradë. Pavarësisht motit të keq, dy bashkitë në Tiranë dhe Elbasan kanë planifikuar aktivitete që do të mbahen nga mëngjesi deri në orët e vona. Tirana që nisi të festojë masivisht ditën e verës që prej vitit 2005 për ta kthyer më pas në ditë pushimi zyrtar, në 14 mars, pavarësisht motit të keq, ka planifikuar një sër aktivitetesh të shtrira përgjatë bulevardit kryesor dhe kodrave të liçenit. Dhe dekori i qytetit tashmë e ka anoncuar ngjyrën dhe e festiviteteve që do ndodhin. Kështu që ftojmë gjithë publikun e Tiranës, të gjithë qytetarët të jenë të pranishëm nesër, sepse do për të kaluar momente sa më të bukura dhe gjithmonë në praninë e gjithë këtyre aktiviteteve që bashkia ka organizuar dhe do të mbikëqyrë nesër gjatë gjithë ditës. Ndërsa bashkia e qytetit e Elbasanit, aty ku tradicionalisht është kremtuar dita e verës,
nis festimet më herët. Kjo ditë është një fest pagane që simbolizon largimin e dimrit dhe ardhjen e stinës së ngrohtë. Ëmbëlsira tipike e kësaj feste është ballokumja, e cila ka nisur të përgatitet nga familjarët dhe prodhuesit e mëdhenj, që porosit më të mëdha i kanë nga Tirana. Vyllim me ballokume, në fakt, faleminderit shumë zoti Kikia, neve na ka ardhur ballokumja dhuratë e ditës verës. Ballokume origjinale siç na thënë në nisje. Thash shumë firmata se ballokume bërë në kushtet e shtëpisë. Pasi edhe vetë cilësia e ballokumës varet edhe nga mënyra e gatimit, si çdo produkt tjetër ushqimor. Ne aty pam në atë insert tepsi masive ballokume të shkruar në biznes. Edhe kjo është ndruar tamam në biznes dhe përgatitja masive e kësaj ëmbëlsire tradicionale, si duket, e ka zbehur pak edhe shijen, pasi fundit nuk respektohen ato recetat e gatimit dhe ati tregtarit intereson më shumë sasia, pasi njerëzit janë të prirur që duke shkuar në Elbasan mendojnë që janë duke marrë ballokume në Elbasani, por faktikisht është thjesht një artikull ushqimor që tashmë mund prodhohet në çdo lloj Ju i keni provuar këto ballokume që shiten në treg dhe sidomos në ditën e verës që mbushin të gjitha ambientet ku pritet popullohen? Unë personalisht nuk dallohem për në Se them, e dallon do diferencë? Por diferencën midis ballokumes së gatuar në kushtet e shtëpisë nga njerëzit të cilët e trashëgojnë këtë lloj tradite, është shumë e rëndësishme kjo, nga njerëzit të cilët e kanë patur traditë gatimin e ballokumes në kushtet e shtëpisë dhe që trashëgojnë, ndryshimi është absolutisht shumë i madh. Padyshim. Mirë, dita e verës është importuar dhe në kryeqytet, siç e tham, nuk pritet që sot të kemi dyndje masive njerëz të cilët vërtet dalin të bashkohen dhe të festojnë në ambient të hapur, por në fakt, çfarë është kjo ditë? Çfarë simbolizon? Pse njerëzit gëzohen kaq shumë? Duan thjesht të dalin nga rutina e tyre e përditshme apo vërtet? Tani se çfarë është dita e verës si fest, unë s'do tentoja të futesh në lëmin e historianëve, por do ta shqyrtojmë pak më vonë. Është një fest që trajton ose simbolizon marrëdhënien e njeriut me natyrën, dhe duke qenë se aktualisht nuk po merret vesh më se kur fillon dimri e kur mbaron pranvera, pasi si duket stinët janë ngatëruar keq me ndryshimet e klimës, por dikur kur njerëzimi edhe e ka stisur këtë lloj feste, dimri ka qenë që e burgoste njerëzimin bashkë me bimësinë dhe ardha e pranverës simbolizonte rigjallërimin, rikthimin e jetës, lëvizjen e si të njeriut ashtu edhe të bimësisë. Dhe njeriu e festonte këtë fest duke bashkëtuar me natyrën. E veçanta e kësaj feste është se nuk ishte thjesht një ditë ku njerëzit uleshin dhe shijonin tyrezën e të ngrënës, pasi më shumë se sa kaq ishte një fest që kishte disa lloje marrëdhëniesh me natyrën dhe si e tillë shoqërohesh me disa lloje besutnish. Nuk është vetëm këtu në Shqipëri, disa popull të tjerë kanë marrëdhënie me natyrën, i festojnë në mënyra të ndryshme, në disa krahinje të Anglisë, me sa di unë, ka një festë që quhet festa e zjarreve, diku një ditë caktuar nga prilli, në mos gaboj, njerëzit dalin natën, ndezin zjarre dhe mendojnë se janë duke larguar djallin. Në një farë mënyrë ata dëbojnë dimrin dhe përgatiten dhe hapin rrugë pranverës. Në disa rajonet të Shtetet Bashkuara dhe të Australisë ka mënyra tjera të festimi, por janë gjithsesi lokale dhe bazohen në traditat e komuniteteve dhe krahinëve të caktuara. Në këtë kontekst ishte edhe dita e verës e cila festohej kryesisht në Elbasan dhe disa krahine të tjera, pra ishte lokale, në komunizëm edhe nuk pranohej, por as nuk ndalohej dhe njerëzit e festonin atë mënyrën e vet ku më shumë se sa menuja të veçantë e bënte pikërisht prania e këtyre zakoneve, këtyre traditave, këtyre besutnive, të tipit që njerëzit në një ditë caktuar duhet të dhuronin diçka, ndaj edhe unë dy herë që kam marrë dhe kam sjellë një ballokume në studion tuaj, sepse në këtë mënyrë mendonin që njerëzit do ecin mbar, duhet të zgjoheshin herët, sepse duke u zgjuar herët mendojnë që gjatë gjithë pranverës njeriu do zgjohet herët, gjë që nuk kuptonte për kohën që kur zgjohet herët bën më shumë punë. Duhet që përgatisnin ato vezët e zjerë të mëngjesit, dhe kur zgjohesh i pari në familje duhet të lante syt me këtë ujin e vezëve. Kush i shkon të fqinjit i pari dhe i trokiste në shtëpi duke e zgjuar, ai detyrohej dhurata nga ato gjëra që mund të kishte shtëpia, arra, vezë, pala fiku.
Në atë ditë nuk duhet të grindeshe, sepse po të grindeshe në ditën e verës, gjithë vera shkonte me grindje, duhet punoje, pra si thash, gjitha këto përbënin një lloj mjedisi, le të themi edhe pak edukativ që njerëzve u impononte një fal kulture, kulturën e punës, kulturën e mirësjelljes, kulturën e higjienës, bashkëpunimit. Të gjitha këto lloj besytnisht, ca të bazura, ca të bazura, ca reale, ca jo reale, nuk ka shumë rëndësi kjo, sepse gjithmonë besytnit janë një marrëdhënie e hipotezuar në fundit, përbënin veçantin e festës në vendin ku kjo, le të themi, kishte origjinën, siç ishte Elbasani apo Librazhdi edhe Dibra. Ndodhi ajo që ndodhe në që dim masivizimi i festës. Po, më falë, mentor, përpara se të kalojmë të masivizimit, të shkojmë në Elbasan, të shkojmë cilat janë aktivitetet kryesore gjatë ditës së sotme në Elbasan, lidhemi me kolegun ton Arben Boriçi në një komunikim telefonik për të parë se çfarë ka planifikuar Bashkia e Elbasanit sot. Arben, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Arben. Gëzuar edhe juve. Sot Bashkia e Elbasanit faktikisht ka filluar që në datë 12, kur Elbasani ka hapur parën panairit ditës së verës dhe mbrëm ka vazhduar me një koncert madhështor në qytetin e Elbasanit, kur deri në orët e para të mëngjesit ka qenë qytetarët e Elbasanit edhe në kushte atmosferike të vështirë për shkak të shiut, ata kanë qenë në sheshin kryesor të qytetit të Elbasanit dhe sot që është edhe dita e verës, Elbasani fillon me parakalimin e fëmijëve me karnavalet dhe një kos masiv të fëmijët. Është parashikuar që më vonë aktiviteti të jetë lirë, por besojmë që edhe këtë vit, si vitet tjera, figurat politike, duke qenë se jemi dhe një vit elektoral, do ta shfrytëzojmë politikisht këtë festë, pritet që të vijë kryeministri Berisha, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, si edhe kryetari i Partisë Lëvizjes Socialiste dhe Integrimit Ilir Meta. Në krahasim vetë që ka organizuar bashkia, vetë qytetarët kanë hapur dyert që mëngjes, fëmijët shikojmë që shkojnë në përkumshit, marrin dhurata, ballakumja simboli kësaj dite verës është kthyer në një nga traditat më të mira që ky qytet afron ëmbëlsisht fëmijëve që janë dashur, po edhe qytetarëve, po edhe njerëzve që kanë ardhur sot ta festojnë në qytetin e Elbasanit ditën e verës. Arben, si është moti gjatë ditës së sotme në Elbasan? Cilat janë kushtet atmosferike në cilat do të festohet sot? Dita është që në kohë që flasim, moti është i vrandët, shiu nuk është i furishëm si ka qenë gjatë gjithë natës, është pak më i butë. Pritet që vështirësitë e motit mund të sjellin edhe çik anomali në trafikun e këtij qytetit, por edhe në zhvillimin normal të kësaj aktiviteti. Por si të thotë, Elbasani me dashurinë, ngrohtësinë që i fal kjo festë, besoj që do ta festoj shumë bukur. Faleminderit dhe gëzuar, kalofshi sa më mirë sot. Gëzuar. Mirë, kemi qenë në këtë komunikim me kolegun tonë Arben Boriçi nga qyteti e Elbasanit për parë se cilat janë aktivitetet sot. Në fakt, kam rritur në studio edhe i ftuari jon tjetër, jemi me zotin Mark Birka, etnolog. Profesor, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mirë se u gjeta. Gëzuar ditën e verës. Gëzuar edhe ju e gjithë të mirat ju uroj. Për të ndalur pak tek pjesa origjinës së kësaj dite, te pjesa origjinës dhe historiku i kësaj dite. Po, unë desha ta sqaroj diçka që mund pa thënë njëherë mu sa në 70, pasaj mu sa në 10 e Keni shumë të drejtë, profesor. Por ndaj e në orën 8 e gjysmë dhe kam lënë të televizion tjetër. Profesor, cila është origjina ditës së verës? Tani, këto festat që bëhen në pranver, që ka shumë që fillojnë që me fillim në dimërit, e pastaj vinë edhe të pranvera, janë shumë të lashta, por që janë kryqëzuar mes tyre me element më të vonshme dhe në ditën e verës në kuptohet ka tiparet e veta të popullit tonë, si që kemi një gjuhë shqipe, kemi edhe doke traditat dhe festat. Por, gjuha është indo-europiane dhe ka një struktur pak e shumë si gjithë indo-europian. Dhe kështu është edhe me këto festat, është edhe me ditën e verës. Ditën e verës. Sigurisht që në popullin tonë kemi në të vjetrit, them traditën e vjetën, nuk po them të re, se të rritë nuk i din fare këto, kemi 4 raste që quhet viti i ri, fillimi i vitit.
është sigurisht ai që e dini. 1 janari është dita e verës, është Shëngjezhi që është me 23 prill ose 6 maj, është edhe 1 shtatori. Sigurisht të janë shtresime të ndryshme, të kohëve të ndryshme dhe ndikime të ndryshme. Nuk është se dita e verës si një ditë që lidhet një farë mënyre me ekuinoksin e pranverës, kur bëhet dita dhe nata barabar. Dhe këtu janë bërite të natyrës bujqësore, të natyrës blektorale, për të lindur fëmijë, për të pas mbarësi shtëpia, për të pas, si thosh, vllazërim mes njerëzve e për tjera janë bërë këto rite, e nga ana tjetër janë bërë rite sigurisht edhe shumë më para se është vendosur si ditë e vitit të ri ose dita e mojt i kanë thënë, dita e re që dihet. Është edhe në popujt e tjerë dhe kështu që ne po ta marrim me këtë kontekstin e më të evoluar është një fest mesdhetare indo-europiane. Kjo nuk do të thotë që s'ka ekzistuar te ilirët edhe para ilirëve. Ne për shembull kemi në një shembull të vogël ta zom Atisi, i biri i nënës së madhe të perëndivet, ka qenë tek këtu në Azi të vogël, fis i lirë, dhe ai therr veten dhe bëhet gjithë veni gjak. Nga shkretir që ishte prej dimrit, kthehet krejt e gjelbruar, e bleruar me lule, me gjethe, me barë, me gjithë të mira që vjen që sjell pranvera. Do me thënë që këto kanë qenë si rite që janë bërë dhe kanë luajtur rolin e tyre shoqëror, një identitetin me ato veçoritë. Kur u masivizua kjo fest, profesor? Kur u masivizua dita e verës? Kur filloi të festoj tek ne gjërësisht? Si kjo, dita verës tani po ta thuash në kuptimin e vitit të ri, është vendosur nga romakët në vitin nga Julius Cezari në vitin 46 para Krishtit. Dhe quhet kalendari Julian, kalendari i vjetër. Pastaj, Papa Gregori në vitin 1588 bëri një lëvizje të kalendarit, sigurisht i këshilluar nga astronomët, sepse ishte 360 ditë. Mirë po lëviznin festat e ditë e datjat lëviznin për arsye se 365 ditë e 6 ore, 30 minuta e tjera që shkonte rrotullimi i tokës gjatë vitit dhe kështu që duke u bazuar në dhënat astronomike u mu kalendari i ri. Do me thënë 1500, prandaj thohet kalendari i vjetër, që më shumë e kanë bërë në vendin tonë e kanë bërë me kalendarin e vjetër, dhe kalendari i ri. Mirë, po kalendari i vjetër kanë lëviz në çdo shekull nga çdo shekull ka lëviz data dhe sot e bëjmë me 14 mars. Mirë, profesor, do të kemi lidhje direkte tani me kalendarin e ri, kurse po t'jetë me kalendarin e vjetër është 1 mars. E qartë. Mirë, profesor, do të kemi lidhje direkte tani me kolegen tonë, gazetaren Rovena Rani, nga sheshi i Tiranës, nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, për të përcjellë atmosferën edhe këtu në kryeqytet. Rovena, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes Vini, mirëmëngjes Lira, përshëndetje të gjithë teleshikuesve kudo që ndodhen, gëzuar festën e 14 marsit, ditën e verës, veçanërisht qytetarët e Elbasanit pasi këtë ditë e kanë festuar dhe e kanë ruajtur me fanatizëm. Ndodhen pikërisht në rrugën pedonale, në rrugën Murat Toptani, janë momentet e para të orëve të para të mëngjesit ku tregtarët, artizanët kanë filluar të sistemojnë pra artikujt e tyre. Kam pranë me edhe një artizane e cila vjen nga Shkodra. Liza, mirëmëngjes. Gëzuar festën fillimisht. Faleminderit, gëzuar edhe ju, edhe gjithë shqiptarët. Ju sillni, me sa shoh, ju sillni mjaft artikuj të ndryshëm që lidhen me kohën e parë. Janë në fakt veshje dhe artikuj të ndryshëm që ju i keni trashëguar nga familja juaj. Çfarë janë konkretisht dhe për çfarë interesojnë më tepër klientët? Këto janë veshje popullore, kohës zonave tona, kryesore, marrin për zbukurimesh ambientit, veshje popullore, mulesa tavolinash, qentra, shalla, qarqaf, perde me porosi, këto shallat këto që shef munafshit. Janë të punur edhe nga nana tona dhe nga dur tona. Janë shumë të interesum për punimet që bëjmë. Kryesisht, kryesorja që çon peshë tek ne janë restorantet që marrin me shumicë. Për shembull, unë ka shumë kohë që punoj, por kur marrim 150 copë porosi, atëherë punësojmë edhe shoqet tjera, jena të kënaqur edhe na për fitimin ton, edhe për ato gratë që rrinë për shtëpia. Ju në fakt, Liza, dilni vit për vit edhe sillni një panajir, sillni pra veshje të familjes tuaj, më fat. Por, a ka interes nga ana e klientëve? Si duket interesi nga vit në vit dhe cilët janë ata klientë më të interesuar, le të themi? Nga vitin vit janë shumë të interesuar, gjithnjë edhe ma shumë, se sa ma shumë që të bëhen të ekspozuara, aq ma shumë janë preferenca se janë gjanat veçanta. Të interesuar janë kryesisht persona që vinë nga jashtë edhe persona që shkojnë të fëmijët e tyre për të bërë një peshqesh. Se për shembull vinë nga jashtë, çfarë do t'i bajnë dikujt dhora më mirë se një gjanë shqiptare. Gjithmonë me ato klient ta punojmë, nëse marrë një herë, i kena të vazhdueshëm. Unë të falenderoj dhe me kratë leta sot. Faleminderit gëzuar. Po, Vini. Rovina, kush janë aktivitetet e tjera të cilat janë planifikuar të zhvillohen sot në kryeqytet? Po, Elira, aktivitetet do t'jenë të shumta ditën e sotme. Bashkia e Tiranës ka organizuar mjaft aktivitete, megjithse kushtet nuk janë mjaft favorshme atmosferike. Në rrugën Murat Toptani, pikërisht këtu ku ndodhen, do t'jetë pra, siç e pam edhe një panajir me punimet e artizanëve, por gjithashtu do të ketë edhe panajirin e luleve që lidhet gjithmonë me këtë fest. Ndërkohë në Parkun Rinia do të vijojë dhe shfaqja e Cirkut të Tiranës, do të jetë premiera më e fundit e kësaj shfaqjeje, ndërsa Shkolla e Baletit do të jap shfaqjen e saj pranë Galerisë së Arteve. Një tjetër shfaqje do të jetë ajo e Teatrit të Metropolit, që do të jetë pranë Lulishtes ku ndodhen bustet e vëllezërve Frashëri. Edhe në Parkun e Liçenit, një vend shëtitje për shumë prej atyre që dalin të festojnë ditën e verës, do të ketë aktivitete të ndryshme të organizuar nga Qendra Kulturore Robert Radoja, kur përfshihet një spektakël i vërtet, ndërsa sheshi Nën Tereza do të pushtohet nga muzika e origjinale, do të them, edhe nga një festival karaoke. Janë pra këto aktivitetet që do të zhvillohen në kryeqytet. Duhet kemi parasysh edhe gatishmërinë e vetë policisë të Tiranës, e cila ka marrë masat që këto aktivitetet të zhvillohen në kushte sa më normale. Do të ketë ndërkohë edhe një kufizim të qarkullimit rrugor në bulevardin Dëshmorët e Kombit nga ora 7 deri në orën 14 do të ketë një kufizim të qarkullimit të automjeteve, pasi aktivitetet pikërisht nga bulevardi Dëshmorët e Kombit dhe përgjatë gjithë kësaj rruge do të jenë në epiqendër të kësaj dite. Mirë, Rovena, të falenderojmë. Faleminderit juve, gëzuar. Të shpresojmë që të mbaj koha, gëzuar edhe ty, gëzuar të gjithëve. Atëherë mentor, për të rikthyer edhe një herë për argumentat përmbyllëse, a pritet të shfrytëzohet kjo fest nga politikanët, le të themi, për të bërë ato mesazhe me që jemi në prag fushate? Unë sapo lexoja një citat ju keni këtu me tavolinë të Esea Konicës, që thotë të mos i lëm të humbasim këto festa të vjetra të racës sonë. Dhe unë pikërisht do konstatoja një lloj
duam s'duam, transformimi që është bërë, dhe kjo ka të bërë për mua me 3 elemente. U bë masivizimi i festës. Me një urdhër qeverie, festa u bë në rang kombëtar, u shpall ditë zyrtare, ditë pushimi zyrtar, por pjesa tjetër e shoqërisë, duke mos e patur traditë, këtë festë e gëzoi thjesht si një ditë pushimi dhe ditë ngrënie, ashtu siç ne festojmë kështu qef edhe në majin, edhe 7 marsin, 8 marsin, 14 shkurtin. Kanë pas tradit, po puna është se nuk e kanë lënë me kohë. Dhe për mendimin tim, mund të importohet një fest si tradit gatimi dhe ditë pushimi, por nuk mund të importohet ai dok, ai zakon që ato rite që unë përmenda pak më parë, këto nuk mund të importohen në Tirana apo në qytetet e tjera, sepse ato kanë qenë ngulitur dhe zbatuar pikërisht aty ku festa ishte aplikuar prej kohësh. E dyta ishte komercializimi. Duam apo nuk duam, për kohën ku jetojmë, festat përdoren tashmë për natyra komerciale dhe gazetare juaj nga lidhje direkte nga rruga pedonale, gjëja parë që intervistoj, personi parë që intervistoj ishte një grua që kishte ardhur për të shitur produkte artizanati. Folëm pak më parë për shndrimin e biznes të prodhimit dhe shitjes së ballokumeve dhe shitjes artikujve të tjerë. Ajo që është më e keqja pastaj është politizimi. Gjë të cilën ne nuk lëmë të shpëtoj asgjikundi. Nuk bëm përjashtim këtu dita e verës, sepse në tjetër mënyrë është edhe festat fetare, Kurban Bajrami, Krishtlindjet, ku në qendër të vëmendjes nuk është vetë festa si fest, por janë politikanët që shkojnë të urojnë besimtarët. Kishim të 7-8 marsin më përpara. Në tjetër mënyrë 7-8 marsi janë politikanët që urojnë mësuesët, politikanët që urojnë gratë, politikanët që urojnë fëmijët, politikanët që urojnë në ditën e parë të shkollës e kështu me radhë. Edhe në këtë kuadër, 14 marsi po shndrohet sërish në një fest tradito-politike, po ta quajmë. U paralajmëruan edhe gazetari juaj nga Elbasani, ndër aktivitetet e para që tha, këtu tha do vi kryeministri, këtu do vi kryetari i opozitës, dhe do jenë ata që do përthithin edhe vëmendjen mediatike, konferencat e tyre të shtypit, takimet me njerëzit, Kjo është kuptueshme në këtë vit, jemi vetëm pak më para zgjedhjeve, të paktën si vjet, por kjo që është bërë traditë. Në zgjedhje jemi gjithë kohën, domethënë, por problemi është se këto lloj festash nuk kanë pse të marrin doza politike. Në fundit njerëzit duhet festojnë në mënyrën e tyre. Në Elbasan së fundmi, duke qenë se njerëzit po preferojnë natyrën, po thuhet që ndodh ajo dita e çuditshme kur fshatarët zbresin në qytet dhe qytetarët ikin në fshat. Kanë gjetur një mënyrë të mirë për ta festuar, për të shfrytzuar ato pikniqet, bëjnë ato parakalimin e karnavaleve, të cilat duhet të jenë sa më natyrshëm pa organizime të detyruara siç rëndom ndodh me shkollat, por për mua prania e politikanëve mund të jetë. Shkojnë, festojnë, të bëjmë. Por pompoziteti me të cilën ata duan të ekspozojnë praninë e tyre në këto mjedise festive është i tepërt dhe për mua do filloj gradualisht ta shkatërroj këtë traditë bukur dhe ta shndroj thjesht një festë politike, pasi kur të vijë një kohë tjetër do kenë humbur edhe këto tradita që ne sot po i kujtojmë këtu, por që pak zbatohen realisht më. Ato që unë kujtova pak më parë edhe që Konica përmendet kanë sen e vogël, degët e luleve që varen nëpër pemë, nëpër dyert të shtëpive të tjera nuk zbatohen më, sepse është duke e zënë veten e këtyre traditave komercializmi, është duke zënë ky masiviteti i aktiviteteve me koncertet dhe vizitat e politikanëve dhe të këngëtarëve. Kjo nuk është e keqe, por gjithsesi humbja kësaj tradite na bën që të jemi unik në eliminimin e këtyre traditave. Unë përmenda pak më parë pse në disa vende të tjera komunitetet caktuara vazhdojnë të ruajnë ashtu siç ka qenë në shekuj. Është e rëndësishme, është një gjë e vjetër e konservuar pse të mos ruhet. Mirë, do të kemi në fund të komunikimit ton, në fund të bisedës ton për ditën e verës edhe një komunikim tjetër telefonik, këtë herë me kandidatin për deputet të Partisë Socialiste në rrethin e Elbasanit, konkretisht në zonën e Peshinit, me zotin Alfred Peza. Mirëmëngjes zoti Peza. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe gëzuar. Mentori tani me këtë telefonat që më keni futur. Fredi, ku do të festosh sot? Pa, në Peshin, ku të festoj tjetër, unë Peshin jam. Në Peshin do të festojmë bashkë me mentorin dhe me shumë të tjerë, ne kemi pasur një traditë ku ishim të vegjël. Tradita ka qenë fillonin në darkë një natë më para me vallëzoret, pastaj vazhdonte mëngjes me plistat dhe vazhdonte me vezët
e kështu me radhë, traditë e cila në një farë mënyre nuk është ruajtur siç ne kemi gëzuar ditën e verës dikur në fëmijëri me atë vlerësinë e atëhershme ku të gjithë ndanim varfërinë dhe gëzimin bashk, por gjithsesi është bukur që e vetmja festë pagane që kanë shqiptarët, një festë e cila ka lindur dhe ka vazhduar të festohet përpara se të lindin fetë dhe përpara se të lindin partitë politike, vazhdon të ruhet akoma dhe sot. Fredi, a mendon se janë ruajtur këto tradita, apo janë shumë pak tradita të cilat përruhen dhe tashmë masivizimi i kësaj feste po sjell edhe humbjen e traditave dhe kthimin e kësaj feste në biznes të mirëfillt? Kjo traditë në fakt ka qenë një festë më shumë të familjare, ka qenë një festë që bëhej brenda fshatit, brenda lagjes së fshatit apo brenda lagjes së qytetit dhe kështu me radhë. Gëzimi ishte i përbashkët, por secili brenda vetes, brenda komunitetit të vogël familjar apo të zonës ku banonte. Dhe kjo ishte gjithë përbashkëta që përmbliste gjithë të festën që e bënte ato masive, sidomos për këtë pjesë, për këto treva të Shqipërisë së Mesme, duke filluar le të themi që nga këtu ku jam unë në Peqin, apo Elbasan, Dumre, Belç, shumë e radhë dhe në zonat të tjera të Shqipërisë. Kështu që ajo ka qenë një festë e individit dhe e familjes dhe tani është ndruar, ka dalë jashtë qelizës bazë shoqërisë dhe është bërë një festë masive dhe më pak familjar. Mirë, Fredi, të falenderojmë shumë që ishte sot në këtë komunikim me ne. Faleminderit ju. Edhe gëzuar. Kemi qenë me Alfred Pezën, kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Elbasanit. Ne ndërkohë tani të dashur miq do të profesor edhe një mesazh të fundit për ditën e verës, përpara se ta mbyllim këtë bisedë. Për ditën e verës sigurisht mesazhi më i përgjithshëm është urime për të pas barësi në familje, në jetën shoqërore, në komunikimin social, me qetësie, me ekuilibër. Faktikisht festat, qoftë pagane, qoftë edhe këto të tjerat monoteiste, kanë pas kuptim komunikimi social, si thuash, për t'i afruar njerëzit, për t'i afruar, për t'i bërë njerëzit, si thuash, të këndshëm për njeri tjetrin, jo për mire, tha zotëria që nuk duhet përzierë politika me këto, sepse nuk do të thotë se jemi pagan, sepse bëjmë ditën e verës. Nuk do të thotë, e bëjnë edhe në Perëndim. Bëjnë edhe ditën e verës, e bëjnë Shëngjergjin, e bëjnë festat të ndryshme që janë të natyrës pagane, por që bëhet sepse kanë atë kuptimin e argëtimit, që të rinia, që të vegjlit, dhe një argëtim paqëtimin mes njerëzve, se kjo ka rëndësi shumë të madhe, të shkojnë bashkë, të përqafohen, të japin lullet, të marrin lullet, të venë ato në duar, ato të bardhe dhe kuqë, lartës ato se si thonë, Verori themi tani me këtë. Të hedhin ato barat tek shtëpia, të varin kurorat, ven kurorat. Qartë, po profesor, të gjitha traditat të cilat ne nuk do të Dhe këto janë një gjë që njeriun e argëton, po argëton për mirë. E qartë. Mentor, fjalë të fundit? Fjalë të fundit, inshallah, bëhet kohë më e mirë, jo thjesht nga natyra, por edhe nga njeriu, në mënyrë që të festohet vërtet çiltërsisht, pa shumë interesa, qoftë ekonomike, qoftë politike, dhe njerëzit të gëzojnë dhe me gjitha të ruajmë atë që është e vjetër, sepse ikën dhe nuk kthehet më. Qartë, ju falenderojmë shumë që ishit sot në studio me ne. Faleminderit. Unë do të me shku shpejta më jep maqinë. Po, pa tjetër, profesor. Mirë, shikues të dashur, një shkëputje publicitare, kthehemi vetëm pas pak në studio.